nga personazhet politike të cilët janë duke vijuar dhe duke bërë luftën për Elbasanin. Edhe sot e kemi parë në procesin e zhvilluar tek Faria Hoti. Përshëndetje dhe mirë se vini. Mirë Armela, mirë se vini. Zoti Himçi, tani që dhe ai procesi kërkuar nga Partia Demokratike, që ishte verifikimi i votave për sa i përket Elbasanit u krye. Po bëj dy pyetje në një për të kuptuar atë çfarë ju pristit nga ky proces, pra kur rifutët se rrugë, dhe çfarë nxori në pah në fakt ai proces në vetvete sot. Po, faktikisht hapi parë që ne kemi bërë ka qenë kërkimi i pamjeve filmike, të cilët konstatuan pamje filmike pas pamje filmike gati në çdo qendër votimi me shkelje të rënda të një procesi zgjedhor i cili nuk ishte në konform rregullave të parashikuar nga kodi zgjedhor, por ishte thjesht një farsë elektorale me abuzime masive të votimit familjar, do të thoja, të situatave të votës së imponuar, të trenit bullgar apo votës karuzel, e cila vota del jashtë edhe pastaj fillon dhe orientohet ajo lloj vote, të cilat të gjitha këto sollën pikërisht një rezultat të deformuar të procesit zgjedhor të 11 majit, paktën për qarkun e Elbasanit. Nisur nga kjo, ne kemi bërë ankimin KAS dhe sigurisht që në KAS ne kemi marrë në qendrim që sollëm spari provat në lidhje me pamjet filmike që na solli administrata zgjedhore, ku edhe për këtu kam vërejtjet e mia për sa i përket mënyrës se si na e sollën, pasi na kanë sjell pamje filmike 20 minutë të ndërprera, pra nuk kemi një filmim të mirëfillt nga minuta e parë e procesit votimit dhe deri kur përfundon procesi votimit në atë qendër votimi. Që mos u mbasim asgjë, por i kemi të prerë në 20 minuta dhe nuk i kemi të plota. Dhe pyetja që i kanë bërë specialistëve të KAS-it, të administratës KQZ, si kanë thënë, pse janë të shkëputura, sepse në 2023 nuk i kemi pasur të shkëputura, nuk dim as orën apo minutin dhe sekondën në cilën ndodh shkelja zgjedhore dhe akoma më tutje. Se nuk është të shënuar ajo tek pamjet e kamerave sigurisë. Jo, kemi vetëm pamje filmike, janë justifikuar me argumentin për t'i sjellë me shpejtësi. Nuk e di, domethënë, dhe aq më tepër dhe pamjet filmike janë në formatin 4:3. Domethënë që janë pamje shumë të kufizuara, se sa pamjet filmike. Se këto janë duke detaje teknike, po janë të rëndësishme. Po ato presin figurën dhe nuk kemë shumë shesh pamje, nuk është në formatin 6-9%. Pra, keni dyshime së pari që nga administrata zgjedhore fillon kjo lloj historie. Po, që mund të ketë edhe